Hishami dhe Tausul Jemani. Hisham ibn Abdul Meliku, kalif Umovit, gjatë ditëve të kalifatit të tij, vajti për haxh në Mekë. Dha urdhër që t'i sillnin një njeri i cili kishte jetuar në kohën e profetit, sepse kërkonte t'i bënte disa pyetje për atë kohë. I thanë se prej shokëve të profetit nuk ishte mbetur asnjë, sepse kishin vdekur të gjithë. Hishami tha: "Atëherë, më sillni njërin prej tabiunve dhe të flas me të." Hishamit i sollën Tausi Jemanin. Kur hyri brenda, Tausi i hoqi këpucët përpara Hishamit dhe i la mbi qilim. Kur e përshëndeti Tausi, nuk i tha siç i thoshin të gjithë të tjerët: "Selam aleikum, o Emirul Mumenin", por vetëm "Selam aleikum". Pra, pa e përmendur Emirul Mumeninin fare. Shkoi dhe ul me njëherë përpara Hishamit dhe nuk priti as pak që t'i jepnin leje për të ulur. Zakonisht, të tjerët qëndronin përballë kalifit dhe nuk uleshin pa u dhënë leje kalifi. Më e habitshme që kur Tausi tha: "Hisham, pa hë, si je?" Sjellja dhe fjalët e Tausit e inatosën shumë Hishamin dhe i tha: "Ç'janë këto punë që bën ti përpara meje?" "Ç'bëra?" pyeti Tausi. "Ç'bëre?" tha Hishami. "Pse i hoqe këpucët përpara meje? Pse nuk më thirre Emirul Mumenin? Pse u ule pa të dhënë leje unë? Pse më pyet si jam në mënyrë kaq fyese? Unë i heq këpucët 5 herë në ditë përpara Zotit të madhëruar, edhe ai nuk inatoset me mua për këtë", foli Tausi. "Nuk të thirra mbreti besimtarve, Emirul Mumenin, sepse ti nuk je me të vërtet mbreti i të gjithë besimtarve. Shumë vetë janë të pakënaqur prej teje. Të thirra me emër, sepse edhe Zoti profetët e vet i thërriste me emër dhe në Kur'an thuhet: O David, o Jahja, o Isa. Dhe kjo gjë nuk është quajtur fyerje nga ana e profetëve. Në të kundërt, Zoti e thërret Ebu Lehebin me nofk. Nuk të mora leje që të ulesha, sepse kam dëgjuar nga Emirul Mumenini, Ali ibn Ebu Talibi, që ka thënë: Nëse do që të shikosh një njeri që është banor i zjarrit, shiko njeriun i cili qëndron i ulur dhe të gjithë të tjerët përreth tij rrinë në këmbë." Kur fjala e Tausit mbërriti këtu, Hishami tha: "Taus, më kërko falje. Kam dëgjuar Emirul Mumeninin, Ali ibn Ebu Talibin të thotë që në Xhehenem ka gjarprinj dhe akrepa të mëdhej. Këta gjarprinj dhe këta akrepa kanë për detyrë që të piskojnë atë mbret që nuk sillet drejt me njerëzit." Tausi tha këto fjalë, u ngrit shpejt, ia dha vrapit dhe doli menjëherë jashtë.